Ndaj dhe grupi ynë parlamentar dhe opozita kërkon me çdo kusht përmbysjen e sistemit fiskal aktual mbi litrën e naftës. Sistem absolutisht ndëshkues totalisht mbi qytetarin shqiptar. Sistemi i cili ka në bazë një taks për 1.1 euro për litër naftë. Një marzhi, një taks që të i kalon çdo vend tjetër të planetit. Një taks e cila penalizon më shumë ata që s'kan vetura se ata që kanë vetura, ti proporcionosh të ardhurat e tyre. Sigurisht që penalizon ata që kanë vetura dhe i penalizon në mënyrën më të pamerituar. Por penalizon më shumë fermerët, penalizon më shumë pensionistët, penalizon më shumë të gjithë popullatën tjetër me rritjen e çmimeve, rritjen e çmimit transportit, rritjen e çmimeve të përpunimit të ushqimeve dhe të gjitha çmimeve në tërësi.